Unë po flas tash për kondit një kryetari i partisë politike, që është e regjistruar. Kjo partia jonë dihet që quhet Partia Qytetare për Mirëqenie, dhe vazhdimisht Partia Qytetare për Mirëqenie pro sociale, prandaj i poshtë të gjitha zhvillimet që u zhvilluan në Parlamentin e Kosovës, një ditë përpara, 2 ditë përpara, dhe realisht unë edhe pa e shiqur fare dhe pa e përcjell kuvendin, punën e kuvendit, e kam ditë se kjo qeveri nuk është e kënaqur me rezultatet e zgjedhjeve dhe me pozitën që e ka me votën e qytetarit për faktin e asaj se ky nuk është interesuar me kriju institucione, ky nuk është interesuar me funksionu shteti, ky nuk është interesuar me bashkëbisedu dhe me koordinu gjanat, as me partitë politike, po të njëjtën kohë nuk është interesuar me kriju edhe me i afrua gjanat as me shoqatat që ekzistojnë dhe intelektualit e Kosovës, po të njëjtën kohë nuk është interesuar me bashkëpunu për të mirën e Kosovës dhe qytetarët të Kosovës, as me shtetin shqiptar në Shqipëri e Diramën, po as me njerëzit të cilët e kanë bërë luftën dhe kanë çliruar Kosovën ato Maqedoninë, e të njëjtën kohë dhe më pak po flas, nuk është interesuar ky as me pjesën lindore të Serbisë, për shkak të asaj se po mundohet që mu paraqit si njëri nga shpëtimtarët e gjithë popullit shqiptar dhe shqiptarisë, njerëzit e tillë janë njerëzit të cilët mundohen me rritë dhe mu pozicionu në pozita politike të larta të shtetit, janë njerëzit të cilët mas poti kanë kontribuar për formimin e shtetit, për krijimin e Republikës së Shtetit edhe Republikës të Kosovës. Veprimin e deputetës Time Kadria nga Alianca, si e cilësoni, kur ajo gjuajti me vezë kryeministrin? Po, veprimi i Time Kadria është veprim diçka i ngjajshëm, se unë para 6-7 muaj, kur kem pas protestin për shëjtimin e rrymës, kam kërkuar nga qytetarët dhe nga partitë politike dhe nga të gjitha shoqatat që të më mbështesin për fillimin e mosdëgjueshmërisë të pushtetit. Prandaj unë e mbështes si kryetari i partisë politike qytetare, pra, Time Kadrian dhe ka bë hapin vendimtar dhe hapin e duhur. Prandaj hapin vendimtar dhe duhur thua ka. Pra, hapin vendimtar dhe hapin e duhur, sepse gjërat më nuk kanë mundësi mu të liruar dhe me shku në këtë mënyrë, për shkak të asaj se kë nuk është i zbatuar rregullat, nuk është duke i zbatuar ligjet, nuk është duke i zbatuar prokurorinë, nuk është duke i zbatuar gjykatën, nuk është duke i zbatuar asgjë, asnjë institucion. Prandaj kur krijon kështu anarkisht, atëherë para këtij misioni, po thonë, tash i ftej të gjithë ata që ja dojnë të mirën Kosovës, t'ju thojmë stop gjërave qysh e bëri dhe veproi Time Kadria. Kur e pa atë protestë të saj, duke gjuajtur me vezë, çka mendove në atë moment? Po mendova dhe kam qenë shumë i disponuar dhe shumë i kënaqur. Sepse në momentet më të vështira dhe në momentet më të Shumë i kënaqur. Po normal. Sepse në momentet më të vështira dhe në momentet më të rëndësishme, pra gratë na ka shpëtuar. Kur mashkujt ose burrat janë ngatruar në rrugën e tyre drejt ecjes përpara zhvillimit dhe progresit të një shoqërie si një Kosovës. Rrugë tjetër nuk ka pas, prandaj e falenderoj sekretari i partisë qytetare për mirëqenie sociale Time Kadrian, edhe këtu pi them që me të gjithë anëtarët e njerëzit tanë do ta mbështesin deri në fund. Jo vetëm Timja tash, ajo është e falenderoj që e ka hapur rrugën, sepse vetëm Time Kadria ja don të mirën shtetit, po të njëjtën kohë Time Kadria e shpëton edhe Albin Kurtin nga marrëzirat mbi të cilat do të bjen nesër ose pas nesër. Të gjithë kundërshtar, pra Time Kadria është mund ta quajmë shoku më i afërt i Albin Kurtit. Pra veprimi i saj është tërheqja e vërejtjes, o zotëri. Ti je kryeministri i shtetit, prandaj ik nga këto lojna të cilat janë duke të imponuar shërbimet e huaja dhe ktheju Kosovës dhe ktheju krijimin të institucionit të shtetit. Në mend, si ka mundësi me ndodh, mbrojtje me ndodh dhe me mbyll kuvendin,
partive politike tjera apo deputetëve të cilët i ka zgjedhur populli, si ka mundësi. Po t'ishe... Çështën e ka bërë edhe Miloševiqi, çështën e ka mshel edhe kuvendin dhe gjitha institucionet me dry, sa që ka marrë edhe masa për... Po e krahason me kohën e Miloševiqit. Veprimin e kam fjalën. Po. Veprimi është i ngjajshëm. Po t'ishe deputet, ç'do të bëje? Unë. Po ta kishe parë derën e mbyllur të seancës. Po unë e kisha thyer derën, isha shku i kisha marrë. Libru Salisë edhe i kisha prej. Edhe se kisha lejuar fare, dhe që ato jem duke e prit, edhe pjesën qytetarëve. Nëse unë të dëzidhëm nesër, se nesër do t'jem edhe kandidat për deputet, nivelin e shtetit Kosovës, unë nuk do të toleroj në këtë mënyrë. Pavarësisht çfarë partie politike. Ç'do të bëni? Po ne herë do të kërkojmë të zbatojnë ligjet e rregullat. Rregulla e punës për shembull brenda kuvendit. Po tash je derën të mbyllur të Po, nëse mbyllet, pavarësisht kush do të jetë si kryeminist ose parti në pushtet, për mua nuk do të ketë mbyllje derës. Sepse do t'i përdorit të gjitha masat e mundshme për hapjen e derës. Edhe nuk do të kërcej kur asnjëherë. Profesor Gjata, do të gjuaje vezë edhe ti në drejtim të kurthit, po të ishe në kuvend? Vezët janë veç si fillim edhe nisje. Po? Se normalisht këto vezë janë hapi i parë e radikalizimit të çështjes të shqiptarëve që për 2 ditë më tepër qytetarët kanë filluar me hub durimin, me hub revoltën, edhe me qenë pak nashën me gjitha mashtrimet apo gënjeshtrat që janë të i bërë deputetët në krye me Albin Kurtit, edhe ministrat, tash të qytet se këta të gjithë sot janë deputet. Me mend thuhet edhe ta mbyll kuvendin deputeti. Apo një parti politike që është deputet, që ka mundësi kjo punë. Albin Kurti është i barabartë si me ti me Kadrien. Është i barabartë, për shembull, si me gjithë deputetë e partisë PD-s, LDK-s, edhe partive tjera të cilët i kanë marrë votat, sepse ai nuk është i privilegjuar. Ai për një moment njerëzit ja kanë votat, po votat që merret numri i madh i votave nga qytetarët për momente si që është populli shqiptar, ato janë vota dështimit. Numri i madh i votave që japet një njeri, sepse historia ka dëshmuar ato janë vota populiste, vota mashtruese, vota gënjeshtruese. Unë më me shpjegu pasi jam që profesor i historisë, edhe për shumë gjëra të cilat janë gënyer të gjithë popullit edhe popullit më civilizuar se sa që jemi ne. Për shembull gjermanët i kanë vënë vota plotësisht me Adolf Hitlerit. Prej një partie social-demokrate, mbi të cilën ofsir për drejtësi të gjitha këtyne ka kaluar një parti reaksionare fashiste. E njëjtën gjë ka bërë edhe në Itali, për shembull Benito Mussolini. Për një partie përzihen në probleme dhe të lashve që i ka pas populli italian, ka filluar dhe ka dalë në kryet atina, pastaj ka filluar edhe e ka përhap ideologjin fashiste. A ka bërë njëjtën e ka bërë edhe Japonia, njëjtën e ka bërë edhe Miloševiqi. Njëjtën e ka bërë dhe Stalini, njëjtën sot për bërë Putini edhe Vučići dhe gjithë tjerë. Demokracia në Kosovë. Ne kemi sistem liberal, si do të shohë, ku njerëz mund të... Sistemi liberal dhe sistemi demokratik është sistem kritika ndërsjellta në mes njëri tjetrit. Jo hyrje sharje, jo akuza, jo fjalë që tradhtar, jo bashkëpunëtor të sigurimi, jo bashkëpunëtor të ulëve, jo të aty në sobe. Mbështetësit e Kurtit veprimin e zonës Kadriaj e quajtën një veprim të keq që të një personi politik si që është zona Kadriaj, si që i thanë gjujni me Serbin, kthyen akuzat, gjujni me Radojqićin, gjujni me Serbin. Mbështetësit e Zotit Kurti transmetuan edhe lajme të rreme për zonin Kadriaj. Të thuhet ti me Kadriaj, si me Serbin, edhe të thuhet për shembull Ramush Haradini, që e ka ndaluar në Mitrovic, si sospeja për shembull, i ka larguar me asaj dhe me luftën, me gjakët, me krejt. Kjo as nuk është serioze, po është dëshpëruese për gjithë ata. Po unë mendoj që gjithë ato portale që po dalin dhe emra që po dalin, ata janë një grupi të mbrëmshëm, ose është një klik mbrana për mbrana që i përcjell këto gjëra dhe ata i shpallën edhe në opinion, edhe i qesin nëpërmjet portalit, nëpërmjet internetit të gjërat, se gjëja këta janë bashkëpunëtorë të Serbisë. Po ani le të jetë s'ka kur problemi bashkëpunëtorë të Serbisë. Ideologët e vetvendosës. Ti me Kadria ja ka kthyer pushkën Serbisë.
ideologët në Tiranë, Hysamettin Feraj, një profesor tjetër atje, i njohur. Po, Hysamettin Feraj, pas Elbes Hoxha dhe Hoxha, ish këshilltari ideolog kryesor, po. Po të vetë vendosë se quajtën të tillë, shpërndan dhe lajme të rreme. Pa ata vazhdimisht kam shpërndarë lajme të rreme, vazhdimisht kanë kriju dhe kanë shantazuar, vazhdimisht i kanë mashtruar qytetarët